Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2025. Të pranishëm në këtë takim ishin kryetari i gjykatës Noel Veizi, inspektori i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, antarët e KLG Mona Muçi dhe Bledar Bajri, kryeprokurori Elon Mustafaj, përfaqësues të Drejtorisë Vendore të Policisë si dhe aktorë të tjerë të sistemit. Në fjalën e tij, kryetari i gjykatës Noel Veizi theksoi se ky vit ka qenë sfidues për shkak të mungesës së organikës dhe ambienteve të pamjaftueshme të gjykatës. Gjatë punës në një territor me 6 bashki dhe një popullsi prej 240.377 banor, në gjykatën e Fierit rezulton një rritje e çështjeve të gjykimit vepra penale 71.5%, ku dhuna në familje ka pësuar rritje duke shënuar treguesit më shqetësues të 5 vjeçarit të fundit, ndërkohë që numërohen një numër i lartë çështjesh të mbartura. Në 2025, në krahasim me vitin 2024, ka një tendencë të rritjes së krimit të dhunës në familje. Konkretisht, dhe kam rritur si shqetësim në analizë për vitin 2025 përkën rritje vepra e dhunës në familje me 135 çështje, duke bërë më shumë se viti me 135 çështje, duke bërë vitin 2025 si vitin me treguesi më negativ pas viteve 2021, 2022, 2023 dhe 2024 për sa i përket kësaj vepre penale. Gjithashtu, ka një rritje të veprës penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lërave të faktit në kundërshtim me ligjin, përkatësisht një rritje me 17 raste. Ndërkohë, në vitin 2025 gjithashtu ka ulje të veprave penale të prodhimit shitjes së narkotikëve krahasuar me vitet e mëparshme. Ajo që vlen të theksohet në vitin 2025, po edhe krahasuar me vitin 2024 dhe më parë, është rritja e dhënies së vendimeve të tendimit alternativ, sipas në 59 dhe 63 të Kodit Penal. Në vitin 2025 ka një rritje të gjyqtarëve që japin këto vendime, duke qenë nisur këtu edhe nga duke pasur sigurisht secili nga gjyqtarët brenda të drejtës së tij për të gjykuar dhe kompetencës së tij, duke i ushtruar ligjit e kushtetues, e ka bërë vlerësim të rrezikshmërisë së veprës penale dhe rrezikshmërisë së personit. Një ndër këta gjyqtarë jam edhe unë, që po i aplikojmë në masë dënimet alternative. Mungesa e ambienteve të sallave të gjyshit dhe konsultimet riktheu edhe një herë në vëmendje debatin e nevojës së gjetjes prej 15 vitesh të një sheshi për ndërtimin e një gjykate të re. Kryetari i dhomës avokatisë Fier, Ermal Hamataj, theksoi se kjo problematik duhet të zgjidhet sa më parë. Ka gjykata e shkallës parë të përgjithshëm Fier është mungesa e sallave gjykimit. Aktualisht neve jemi 18 gjyqtarë efektiv në këtë moment, ndërkohë në të ardhmen do bëjmë 21 gjyqtarë dhe kemi vetëm 5 salla gjykimin, kemi dhe 17 zyra të gjyqtarë. Çka fritet që me ardhen e gjyqtarëve të reja, me ardhen e gjyqtarëve të tjera, të cilat janë aktualisht në lindje, me shumë mundësi një nga zyrat e gjyqtarëve do kalojë me 2 gjyqtarë, sepse kemi të pamundur që do jo ndryshe nëse nuk zgjidhim problematikën që kemi me përbarimin, nëse përbarimin nuk i liron ambientet të cilat i përdor për shkak të faktit se kanë qenë aty prej shumë vitesh tashmë. A godina e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ndahet një pjesë e ka në posedim prokuroria, pra dhe si thash një pjesë e ka një zyrë ose një ambient të rregulluar dhe të përshtatur në 2 zyra e ka përbarimin shtetëror Fier. Pjesën tjetër e menaxhon gjykata. Gjatë vitit 2025 në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier janë paraqitur për shqyrtim në total 10.764 çështje të natyrës penale,
penale administrative, civile dhe familjare. Në këtë numër përfshihen 2271 çështje të mbartura nga viti 2024 dhe 8493 çështje të regjistruara të reja për vitin 2025. Nga totali i çështjeve që janë shqyrtuar nga gjykata e shkallës së parë në jurisdiksionin përgjithshëm janë dhënë gjithsej 7.942 vendime përfundimtare për vitin 2025, ndërsa 2.822 çështje janë mbartur, kanë mbetur pa përfunduara dhe janë mbartur për gjykim në vitin 2026. IT-ja do t'i njëkohësisht personat që kanë mundësi i shikojnë edhe mediat, i shikojnë edhe tabela përkatëse të relatuara sipas analizës. Arsyeja pse u mbartën, pra mbartja e çështjeve ka një rritje të mbartjes së çështjeve nga viti 2024 në vitin 2025. Dua ta sqaroj këtë moment sepse në gjashtë e dytë të vitit 2025 një pjesë e gjyqtarëve morën lejen e lidhjes, kishin marrë lejen e lidhjes, ndërkohë një pjesë tjetër u transferuan. Një gjyqtar u transferuan. Gjatë vitit 2025, numri total i çështjeve për gjykim ishte 10.764, ndërsa numri total i veprave të gjykuara 5.677, ndërkohë që u dënuan 971 shtetas, nga të cilët 17 të mitur.